Po investohet shumë mund dhe kohë për të mos u humbur gjysmë milion euro që u paguan për palmat në kryeqytet. Tash për rreth 3 nga 99 të drujtë e mbjella në Shkup u shkaktojnë shumë telashe të punësuarve në ndërmarrjen publike, parqet dhe gjelbrimet. Nga kjo ndërmarrje publike thonë se që kur janë sjell drujtë e shtrenjta, ato kanë qenë me cilësi të diskutueshme. Ndonse në shpalljen për furnizime publike të pyjeve të Maqedonisë kërkoi certifikate për gjendjen shëndetësore të fidaneve, drejtori i ndërmarrjes publike parqet dhe gjelbrimet Dušan Avirović, i cili është përgjegjës për rritjen e palmave, thotë se nuk e di nëse furnizuesi ka dorëzuar edhe garanci për fidanet. Ai përmes telefonit pranoi se këto drunjë të shtrenjtë dekorativ u shkaktojnë shumë telashe dhe se thjesht ato po eksperimentojnë për mirëmbajtjen e tyre. Për atë nëse nevojiten shumë resurse njerëzore dhe materiale për mbrojtjen e këtyre palmeve nga ngrirja dhe nga moti i nxehtë, konfirmojnë edhe ekspertët. Bëhet fjalë për lloj që është i qëndrueshëm edhe në temperaturat të larta dhe të ulta, megjithatë bëhen përpjekje për krijimin e kushteve minimale artificiale që këto lloje të mbijetojnë. Nuk është vetëm kjo masë mbrojtëse që po ndërmerret tani për t'i mbrojtur nga temperaturat e ulta, e njëjta bëhet edhe gjatë verës ku ka temperatura shumë të larta. E gjithë kjo është për të krijuar kushte minimale klimatike. Ekspertët thonë se sipas klimës që kemi duhet të mbillen drunjë, panje, gështenje ose dushku që për dallim nga palmat japin sasi plotësuese të oksigjenit, por edhe hije përgjatë bulevardeve në qytete. Ndryshe, qyteti i Shkupit kishte ide të siguronte ngrohës për palmat, por sipas drejtorit Avirović deri tani nuk janë furnizuar me pajisje të tilla për ngrohjen e palmave. Nga parqet dhe gjelbrimet thonë se po zbatohen masat e njëjta mbrojtëse. Që të mos ngrinë temperaturat e ulta, trungjet e palmeve janë mbështjella me juta, ndërsa degët e palmës janë mbështjellë me najlon të posaçëm që mundëson që druri të frymojë, thonë nga ndërmarrja publike, parqet dhe gjelbrimet. Para 2 vitesh e njëjta ndërmarrje për furnizim me 1100 palme shpenzoi 522.000 euro. Një pjesë e palmeve përveç në Shkup u mbollën edhe në Prilep, Strugë, Ohër, Vefçan, Dojran dhe në Gjevgjeli.